Në një fshat të vogël të Tepelenës, historia kalon gjurmë të pashlyeshme. Salari, këtu, mes maleve dhe gurve të rrugëve të vjetra, lindi një burr që do të bëhej simboli i qëndresës shqiptare. Emri i tij është Selam Musai. 105 vite më parë, ai nuk bëri asnjë hap pas. U përball me armikun për të mbrojtur flamurin kombëtar. Dhe ra, por me flamurin në dorë. Ai nuk pranoi kurrë që liria të nëpërkëmbet, që prej asaj dite, emri i tij nuk është thjesht një kujtim, por një mesazh. Në Salari, kujtesa nuk tretet në 105 vjetorin e rënies së tij dëshmor. Fshati i lindjes e kujtoi me nderimin më të lartë, me homazhe, me këngë, me mirënjohje. Janë motra të vëllana jesesa që s'me le djale. Ceremonia u zhvillua pranë bustit të heroit në praninë e përfaqësuesve të pushtetit vendor, historianëve, deputetëve, banorëve të zonës, si dhe shumë të rinjve që ndjejnë ende të gjallë këtë histori. Ai u bë një prej figurave më të dashura të luftës së Vlorës. Më 11 qershor 1920 në kulmin e betejës, ndërsa flamuri kërcënohej nga ushtarët italian, ai doli përballë plumbave për të mos lejuar kurrë që simbolet tona të bien. Ai e mbrojti flamurin me trupin e tij. E pranishme në këtë përkujtimor, kryetarja e bashkisë së Tepelenës, Julinda Karteri, theksoi rolin e figurës së Selam Musait si një pasuri morale për të gjithë qytetin dhe më gjerë. Sot jemi këtu në Salari për të përkullur kokën dhe për të ngritur zemrën, përpara një figure që me kujtimin e tij të lavdishëm na bën shumë krenar. Sot, këtu në këtë vend mes maleve, ku ajri mbart histori edhe guret flasin me gjuhën e brezave, lindi një njeri i thjesht, po me zemër të madhe sa dheu. U nis në Vlorë si një njeri i zakonshëm, por u bë simbol i një kombi të tërë. Ai nuk u tut përpara armikut, por i vuri gjoksin topit, ashtu si kundër dhe kënga thot, që zure topin nga gryka, lule, selam, labi, lule. Salaria sot nuk është vetëm i thjesht një vend në hartë. Salaria sot është zemra e Shqipërisë, sepse këtu ka lindur një hero dhe këtu rron për jetë kujtimi i tij. Ne që vazhdojmë në gjurmët e tij, kemi një detyrë, të ruajmë kujtimin e tij. Jo me fjalë, por me vepra, në qytetari, në dashurim për vendin. Në emër të Bashkisë Tepelen, qytetarëve që unë përfaqësoj, përkulem me nderim për veprën e pavdekshme të heroit të popullit Selam Musai. Lavdi të përjetshme heroit ton. Lavdi Shqipërisë që kujton dhe kujton bitë vet. Historiani dhe deputeti Ardit Bido solli në vëmendje detaje të panjohura të luftës së Vlorës, duke e quajtur aktin e Selam Musait një akt të pastër vetë sakrifice për lirinë. Në vitin 1920, 105 vite më parë, në fakt është nga dhënimi i një beteje të vijueshme të shqiptarëve, të Labërisë, të Kurveleshit, e të Salarisë, veçanërisht, e cila kishte për synim pikërisht këtë të përbashtën, Shqipërinë. Selam Musai nuk luftoi në luftën e Vlorës, Selam Musai luftoi kundër çdo pushtuesi. Salariotët të cilët luftuan kundër çdo pushtuesi. Kurveleshi, Labëria dhe gjithë shqiptarët, ata të cilët morën rrokën e armët, luftuan kundër çdo pushtuesi. Kundër osmanëve, më pas kundër grekëve, në fund kundër italianëve. Dhe 105 vite më parë ne kemi kulmin e kësaj beteje, sepse lufta e Vlorës është momenti kyç ku Shqipëria mbijetoi në kufit që kemi sot, të cilat janë dhe kufit pa drejta, mirë po mbijetoi pikërisht identiteti ynë kombëtar. Mesazhi që na vjen nga lufta heroike e Selam Musait, e dëshmorëve të tjerë, të cilët ranë në luftën e Vlorës, që 6 janë nga ky fshat, nga Salaria, e të gjithë atyre të cilët u plagosën dhe luftuan në luftën e Vlorës, një pjesë e cila janë nga ky fshat, nga Salaria. Dhe shumica në fakt vinë pikërisht nga Labëria,
është çfarë duhet bëjmë ne sot. Si ne ruajmë identitetin në një luftë të re, në një luftë ku nuk ka armë, në një luftë e cila bëhet në kushtet e paqes. Si ne në këto kushtet krejt të ndryshme që jetojmë mirë, si ne nuk e harrojmë të përbashtën. Dhe ky mesazh është ai i cili na vjen nga figura të tilla të ndritura të kombit ton, që dhanë jetën, u flijuan për atë në ditë të vështira, si një mesazh që duhet përcillet sot e kësaj dite të gjithë ne, që në ditët e mira që jetojmë, në fakt duhet bëjmë sakrifica shumë të vogla për Shqipërinë, për atë ton, për vendin që kemi zgjedhur të jetojmë në fund ditës, dhe për identitetin ton që pa të cilin nuk do të jetë asnjëri individualisht mirë. Kështu që referimin, në fakt një fjalim përshëndetës, unë dua ta përqendroj pikërisht tu. Selam Musaj dhe çdo figurë e cila luftoi për atë, me ndihmën e shtetit shqiptar në 1920-ën, pa ndihmën e asnjë shteti në luftën e dytë botërore, janë një kamban për gjithë ne që të mos përqendrohemi thjesht te interesat tona të ngushta e të familjes tonë e të rrethit tonë miqësor, sepse pa Shqipërinë asnjëherë prej nesh nuk vlen. Ndërsa figura e Gramoz Ruçit, vetë nga Salaria, solli emocion dhe krenari në kujtimin e këtij burri që nuk hoqi dorë nga dinjiteti. Ne kemi pasur planin ta bënim këtë në 100 vjetori. Atëherë është vendosur busti, atëherë u ngrit shtëpia e Selamit dhe u prurua muzeu, po ishte e pamundur nga paderia. Kështu që rrofshim ata që u bën sebeb që na ndodhen për 105 vjetorin, dhe le të jetë ky një augur i mirë për të përsëritur në çdo përvjetor. Po me këtë rast desh të falenderoja shumë, po 4 do t'i falenderoja me nominalisht. Ratë parë, do të falenderoja Artan Sakor që u bë djali i Nivicës, promotor për riabilitimin e shtëpisë Selam Musajit. Së dyti, desh të përshëndesja Bashkinë e Tiranës, e cila u bë promotore për 2 buset e Selamit. Së treti, mungon sot për arsye të një problemi familjar, djalin e Tepelenës në Luzati, ish drejtorin e muzeut, i cili ideoi ardimin e gjithë shtëpisë muze të Selam Musajit. Dhe do të uroja që ne salariotët mos i harrojmë ata që kontribuan në rastin e 100 vjetorit të Selam Musajit, edhe në përvjetoret të tjera. Unë si salariot më ka ngelur 3-4 gjëra në pa dashur për të përsëritur. E para, Shqipëria ka shumë heroj, ka shumë dëshmor. Të tjerët s'kan histori dhe bëjnë histori. Ne kemi histori dhe harrojmë histori. Prandaj kur fëmijët tanë, niprit, mbesat tona, duhet të ulen e të përkujtojnë lavdin e këtyre burrave, atyre grave që kanë dhënë jetën për pavarësinë e Shqipërisë, për lirinë e Shqipërisë, për shërimin e Shqipërisë. Tashni, unë do të portretizoja Selamin ton. Në atë kohë s'kishte gazetar, s'kishte kameraman, e tjera për të shkruajtur. Por Labëria ka pasur një gjë të mirë, ka pasur këngën labe që është institucion. Pra, këngën labe s'është një klarinet, është institucion. Që u këndohet atyre që e meritojnë dhe veçoria e Selamit ton, për mua e para është që është i vetmi hero që ka 20 këngë labe sa ishte i gjallë para vdekjes. Kjo është veçori e veçantë, që lebrit të këndoj kollaj, po të kënduan, ajo është institucion, është e barabartë me i roman, me i monografi.
kujtohet njëherë Paq Zoga, gjithashtu ju dhe riorët keni një dallim të madh nga ne lebrit. Pse tha? Se ne kemi histori, po s'kemi pen, i thash. Sule Mikolaj për të shkruar. Juve keni pak, po keni pen dhe uli për të shkruar. Ke gabim, thëmë. Një varg i një këngë lape, thashtë e parabat me një romanin tonë. Dhe ka drejt. Një varg. E dyta, të gjithë herojt kanë këngë, kanë poezi, kanë monografi, kanë edhe filmë të realizuar për ta, ka dhe romane. Aman balad, si ajo e Selam Musaj të bërë nga dora dhe nga shpirti Agim Shehut, nuk ka. E treta, të gjithë herojt dhe dëshmorët u shkënduar dhe këndohet. Ne kemi pasur shumë këngëtarë. Po njëra veçon bitë të tërë. Kjo është Vaqezela. Këngëtare shekullit kaluar që as ky qerek shekulli s'ka nxjerr, as shekulli kaluar, as ky shekull dhe i këngëtare më të mirë se saj. Të vetmet këngë që ka kënduar, ja ka kënduar Selam Musajt për herë. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe. E katërta që kishja, u interesova për dekretin që ka shpallur Hero Selami. A i është bërë hero në 26 nëntor të 62, që përkon me 50 vjetorin e pavarësisë. U interesova për të gjetur këtë dekret me ndihmën e mikut tonë Dido, dhe më të bën dy gjëra përshtypje. Përshtypje parë është që dekreti i presidiumit asaj kohe ka dalë si rezultati një mbledhje të përbashkët të 3 autoriteteve të asaj kohë. Mbledhje e përbashkët e Byros Politike, mbledhje e përbashkët e Këshillit Ministra dhe mbledhje e përbashkët e presidiumit. Që është bërë Selami Hero. Po jo vetëm ky. Përshtypja e dytë është që me kë është bërë tjetër. Është bërë me 2 burra tjerë, me 2 heroj tjerë, siç është babai i komitor Ismail Qemali dhe Barjam Suri. Pra janë në të njëjtin dekret. Pyetja i shtrohet, çfarë i lidh këta? I ka lidhur sigurisht 50 vjetori i pavarësisë. Dhe në atë kohë, vërtet, Plaku i Vlorës ngriti flamurin 12 dhe shpalli pavarësinë. Po Shqipëria si ishte ende e pavarur. Pse? Ishte e pushtuar. E para. E dyta, në tryezën e kancelarive të mëdha ishte coptimi i Shqipërisë. Do dush lufta e Ismail Qemalit edhe pas 12-ës, do dush kongresi i Lushjes në mars të 20-ës, do dush lufta e Vlorës, dhe do dush dhe përpjekjet e Ismail Qemalit në diplomaci, po veçanërisht e bërgatës tonë në Amerikë, e Faik Koricës dhe e Fanolit, që të bënin të mundur që të ikten ajo tryezë o gurzes coptimi i Shqipërisë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Të trekta i ka lidhur pikërisht pavarësia, sovraniteti, integriteti i kombit dhe i vendit tonë. Për këtë do të jemi shumë mirënjohës. Sot në Salari, shtëpia ku ai ka jetuar është kthyer në muze, një vend i shenjtë për historinë, ku çdo fotografi, dokument dhe objekt personal rrëfen për një njeri që nuk e pranoi robërinë. Muzeu i Selam Musajit është një dëshmi, një frymëzim për brezat që rriten sot. Kastriot Lame, përgjegjësi i Muzeut të Salarisë, rrëfen se si banorët dhe të afërmit kanë kontribuar për të ruajtur këtë trashëgimi. Muzeu fillimisht është hapur në vitin 1970, që u kthyen ato shtëpitë e Selam Musajit u bën muze. Deri në vitin funksionuan si jetiv deri në vitin 1992, pastaj siç tradicioni ato kaluan deri në kufit e mos ekzistencës, sepse u shkatërrua çdo gjë, njerëz pa përgjeshëm, që nuk i din vlerat historike që kishte ajo shtëpi dhe gjithë rendit që ishin aty. Dhe në vitin 2019 me rastin do bënim 100 vjetorin e rënies së Herojt Popullit, edhe
morëm angazhim të gjithë bashkë më në krye gramosruqin me që Selam Musaj nuk la djem, nuk kishe pasardhë që ta bëjnë shpit, dhe morëm vendim si fshat me krye gramozin që t'i bënim shpit Selam Musaj dhe i bëm përsëri nga e para shtëpit edhe me të gjitha që kishte sot a ishte një muze që nuk ka më në labrisi ai, është i vetmi i llojit të tillë që përfaqëson dy lufta të rëndësishme të labris. Luftën e vitit 1914 kundër grekëve dhe luftën e vitit 1920 kundër italianëve vlorë. Kjo është historia e shtëpisë muze, është e vizitueshme, është interesante sepse vinë breziri, që nuk ka lidhje me Salarin, që nuk ka lidhje me Labrin, dhe ndihen krenar që me tërmend dhe Shqipëria ka gjëra të tilla që ata thonë bota nuk i ka, e ne kemi gjithë këto gjëra, e filmojnë do mburre mirë, do në shenkret që ta japin andej matan, ta përcjellin që ne jemi vend me histori. Jasje që kemi ne, ato si kini ju. Pra kjo është. Po vizitorë të huaj vinë? Pa tjetër, vinë vizitorë të huaj. A ishë këthyre në legendë, mirë në Salari. Ajo shtëpia e vogël që shikoni ju atje në false, shtëpia e vogël që shikoni ju atje, ajo shtëpia atje vogël ka qenë parlamenti i Labiris, ku mirëshin vendime të mëdha. Në atë shtëpi kanë hatë personalitetet më të rëndësishme të asaj kohe, që në Bajotopulli, që Qistopulli, Mihal Gramenua, Avni Rustemi, Halim Gjelua, e tërë me radhë. Dhe aty janë marrë vendime ajtë mëdha që më vonë varshin fatet e Shqipërisë në ato vendime në atë shtëpi ajtë vogël që duke tani. Të rinjt që mbajnë flamurin në dorë, të moshuarit që tregojnë historit, këngët që këndohen me malle krenari, të gjitha këto dëshmojnë se Selam Musaj nuk është harruar dhe nuk do të harrohet kur. Kjo nuk është thjesht një përkujtes, është një rikujtim se liria nuk është as rastësi, as durat. Është një vlerë që fitohet me gjak, me guxim, me njerëz si Selam Musaj. 105 vjet pas rënies, ai është ende gjallë në këngët që i këndohen. Salarito kambi krye, e honas mund të ripa yje, e ti ken zjerë burra me vler, e historia tërë më tërë.